për disa, jo për të gjithë. Si ka mundësi zoti Kadilli, se ju keni arsyet e tua dhe bindjet tuaja që mbështesit djathën, edhe kur s'keni qenë politik. Keni mbështetur djathën edhe kur s'keni qenë politik. Si ka mundësi që djatha funksionon kështu në Shqipëri? Mua, a jeni dakord që mund ta trajtojmë të djathën sot si në vitin 44-45? Sigurisht në rrethana të tjera, që e braktisur, do të thënë të ikur, të larguar, po një pjesë këtu dhe në 44-45 në fund në burg, dhe pësoj atë që pësoj, nëse tani rritë thjesht në opozit ka 4 mandat. Këtu ka një të vërtet historike që askush nuk duhet i fshifet, por përkundërzi duhet ta analizoj, siç e bët pyetjen me shumë drejt, do të themi çfarë ndodhi. Në qoftë se flasim për të djathtë historike në Shqipëri, ajo ka mbaruar në 44-ën dhe djathta sotme nuk është një djathtë. Sepse nuk mund të jetë djathtë. Nuk është djathtë? Nuk është djathtë në brendinë e saj. Në kuptimin po ju kur ju atashuat PD thoshit që është djathtë. Kam besuar që natyrisht në spektrin politik më afër të djathtës tenton PD-ja. Po nuk është një djathtë në klasimin e mirëfill të fjalës. Sepse ka mbartur sëmundjet që i mori gjatë kohës komunizmit dhe përkundrazi, nëse pala tjetër tenton të çmarkohet nga sëmundjet e komunizmit, të pi ilaçe të shërohet, pala jon për fat keq bëhet më bolshevike. Nuk ka të djathtë që adhuron liderin. E djathtë adhuron Zotin, jo individin. Nuk ka të djathtë që adhuron liderin. Jo. Nuk adhuron të kush Mitat Frashërin, Vasil Andonin e personalitetet tjera. Por për fat keq, tek PD-ja adhurohet Berisha. Më tregoj ngjarje shumë vërtet, nuk po them emrin. Një vëzhgues i Partisë Demokratike në këto zgjedhje. Po, fillon numërimi në Kashar, ai vajti nga Tirana si vëzhgues, po shihte. Rezultati shkatrimtar. Një ngjitur me të vëzhgues, po që ky nuk e njihte, u njohon atje. I thotë si ka mundësi. Dhe ky shkret i thotë, po me këtë kryetar që kemi ne, mirë dhe kaq. Ikën nga këtu, shkon te shkolla Hoxha Tasin, të nesërmen, vjen koordinatori, se ishte mbaruar punë Kashari, vjen koordinatori dhe i thotë, si po del rezultati, keq, andaj këtej. Dhe njëri nga ta thotë, ore, po ti ç'ke që e shan Berishën? Po mi tha, mund të them që kam qef ta shaj, tha. Ore, ka mundësi njeriu të ketë qef në këtë parti? I mbushet mendja që Berisha nuk bën. Ç'ka burrë që doktorin? Ma ka treguar dje, duke pirë kafe. Vëzhgues, njëri me personalitet. Ti ke qenë ndonjëherë berishist? Asnjëherë. Asnjëherë. As ditën e parë. Më ndante kultura. Është model krejt tjetër, prandaj sa ai nuk është i djathtë. Deputet Berisha të bëri. Më bëri se kishte një simpati për mua apo kishte nevojë për mua. Se edhe kjo është një mendësi që përdoret në PD. Berisha të bëri këshilltar. Po unë para se të shkoja ke Berisha kam qenë në intervistat tuaja si përfaqësues i shoqërisë civile. Për 4 vjet i dedikuar në aksionin antikorrupsion. Pse mori Berisha? Kisha nevojë unë për Berishën? Natyrisht dy kishim nevojë për njëri tjetrin. Ai kishte një instrument të madh politik që është Partia Demokratike, në të cilën unë isha antar. Isha edhe në Këshill Kombëtar madje. Te gjatë kohës që ishit kam qenë në shoqëri civile ju. Po kam qenë kandidat për Këshill Kombëtar disa herë, që nga viti 90. Dhe pas kam mbajtur të fshetë. Jo, ka qenë pas si ishte një gjë publike dhe unë institucionet që nuk prodhojnë i zeroj, nuk i vlerësoj më. Dhe ky moment politik ishte se Berisha kishte nevojë për të dalë me një slogan politik. Ndershmëria e Berishës ishte një mit i madh përballë korrupsionit të nanos dhe qeverisë së tij. Dhe prandaj kishte nevojë për një emër si unë. Dhe unë kisha nevojë për instrumentin Partisë Demokratike për ato që ishin kauzat e mia antikorrupsioni. Nuk është se Berisha po shifte rrugës dhe tha, ky djali duhet vi. Se i pëlqeva unë. Jam i bindur që nuk më ka pëlqyer kurrë. Më ka respektuar, i heq kapelen. E kam respektuar në të njëjtën mënyrë. Për ato punë të mira që janë bërë prej tij dhe prej Partisë Demokratike dhe prej qeverisë së tij. Po kjo nuk më bën të jem berishist. Kur s'kam duruar dot presionin e kultit Enver Hoxha, si mund të duroja në liri kultin e dikujt tjetër? Kush do qoftë ky? Ne kjo liri na mungon, prandaj nuk bëhemi dot të djathtë klasik, të pastër në Partinë Demokratike. Ke shpresa që mund ndryshoj diçka në Partinë Demokratike? Po shpresa vdes e fundit, thonë, dhe unë nuk dua ta abuzoj këtë term. Sidomos kur vjen nga Kenia një herë mund të kesh ndryshime në këtë drejtim. Jo, nuk besoj që do ketë një zhvillim të afërt,
Ju më pyetët pak më parë dhe u shmang përgjigja gabimisht nga unë. A do lëvizin njerëzit, a do ndodhi diçka? Ka 3 vektorë që mund të vënë në lëvizje politikën, aty ku është baza më e madhe, Partia Demokratike. Kush është? Është Berisha vet, Po? janë forumet, kryesi dhe grup parlamentar, është dhe baza e partisë. Berisha, thot jam emision, nuk do të lëviz. Forumet i ka prodhuar Berisha dhe ata e kanë ullur kokën, janë përullur para Berishës, pavarësisht se çfarë thonë në NZ, pavarësisht se çfarë bisedojnë me mua apo me ju personalisht, dhe faktori apo vektori i tretë është baza, antarësia e partisë. Një pjesë ka ikur tashmë. Edhe pas zgjedhjeve? Pa edhe para zgjedhjeve, se rezultati para zgjedhjeve po, e di. Edhe pas zgjedhjeve ka ikur, dhe do të vazhdoj të ikë. Shtuar. Do të thënë duke thënë që informacionet që ke, Po. baza, mbas zgjedhjeve, mbas këtij rezultati ka praktikisht PD. Patjetër. Unë nuk mund ta kuantifikoj, të them kanë ikur 5% apo 15%, por rrudhja e Partisë Demokratike në bazë do të vazhdoj. Për 2 motive. Një motiv të ndershëm, njerëz që edhe pse kuptonin që projekti nuk funksiononte, thoshin jo, ne du ta bëjmë detyrën tonë, pra me vetë mohim t'i shërbenin kauzës, po dhe ata që janë me motiv amoral. Ata që rinë ke partia se duan të bëhen drejtor. Dhe këta janë më të poshtrit. Bukur kjo. Do të thënë, te partia rinë disa që duan të bëhen drejtor. Këta do ikin të parët. Sepse ata që Do ligje. Ata që kanë ambicie. Po jo, s'u do ligje. Po s'do ligje dhe e dinë që për 4 vjet s'ka gjë. Dhe nëse doni ta dini, di pse e hedh Berisha atë qeverinë teknike? Që të mos ikin këta. Se këta thonë, po mbase bëhet qeveria teknike. Kapim në gjë. Mbase bëhem drejtor, shef zyre, punojnë në dogan, punojnë në tatimen, polici, në çana ato të ndërtimores. Prandaj edhe çfarë mundësi e ka të bësh qeveri teknike kur ajo qeveria është e gjitha parlamenti është i gjithë i Edi Ramës. E bën me Edi Rama një qeveri teknike, e bën me teknik, po pa PD-n. Po më pse ta bëj qeveri teknike ai ka qeveri politike të vetëm, nuk ka që Si duhesh fare. po po. Por gënjeshtra që do arrim të bëjmë qeveri teknike është për të mbajtur Po revolucioni. Po, revolucioni është për popullin, se populli nuk e besonte që mund të kthehet me PD-n në pushtet. Atyre i thuhet do bëhet revolucion. Miti është, Rama nuk rrezohet me votë, po me çfarë? Me revolucion. Nuk e themi, me revolucion. Do dalim në protest. Dhe protestat janë si ftesë dasme. Martohet Kadilli në datën kaq, në orën kaq në filan restorant. Jeni stuar çift apo tek apo me presim dhe dhuratën. E njëjta gjë, në orën kaq, në bulevard, në datën kaq, por ashi merrni dhe çadrat, mundësisht edhe në molotov, në një fishek zjarr, edhe të shkojmë atje. Kjo nuk është protestë. Protesta është genuine. Nga 3 vektorët, zoti Kadilli, Berisha dhe forumet të përjashton, në bazë mund të ndodhë diçka? Besoj që aty është shpresa e vetme që ekziston jo për Kadillin, po për çdo opozitar. Si në bazë, si, ku? Në degët e Partisë Demokratike ka njerëz jo vetëm që presin të bëhen drejtor, ka njerëz që mund të jenë shumë mirë dhe nuk janë bërë kurrë drejtor. Këta janë shumë idealiste, jo, nuk është shumë idealiste, ideale. është konkrete. Kjo ka nevojë vetëm për, si thua, për ta përshpejtuar, për të dhënë atë që quhet në fizikë nxitimi. Po ti kupton që ka një lëvizje në bazë? Sot nuk ka, po unë besoj që aty do të lindë. Sot nuk ka, po aty do të lindë. Ti do inicosh një lëvizje në bazë? Unë do inicioj lëvizje vetëm nëse nuk ndodh ajo që ju thatë pak më parë, që ti jam unë vetëm që e bëj këtë punë. Jo se nuk kam dëshirë ta bëj. Çdo njeri nga ne që del në jetën publike ka një moment deliri. Por mua nuk më ka dominuar kur deliri. E di sa shtrihen këmbët. Edhe kur kam dalë përballë. Thash ata një pjesë aty duhet të kërkojnë të falur ty. Do ishte mirë ta bënin para vetes tyre, para pasqyrës, ose më gabuam. Çfarë duhet të bëjmë? Se kemi tani një lodër në dorë që është mandati i deputetit. Për çfarë duam? Ta zbërthejmë vetë, ta mbërthejmë vetë, apo ta përdorim për... Nga kush e pret që të ndodhë kjo lëvizje në bazë? Ti thuaj që unë do i penjohem, thatë, në qoftë se do ketë njerëz. Nga kush? Unë do ta testoj gatishmërinë e bazës për të reaguar, patjetër. Dhe do nisësh një aksion politik? Në qoftë se ka gatishmëri. Më pyetën para ca ditësh ke dal kandidat përballë Bashës, a do dilje kandidat përballë Berishës? Përgjigjja ishte, kur Berisha bën zgjedhje për veten e tij, është si thua të garosh me mbretin në oborin e mbretit. Atëherë je gastori mbretit, ai që mban me humor oborin.